Në xhaminë e Parrucës në Shkodër u zhvillua sot pritja tradicionale e vizitave me rastin e festës së Fitër Bajramit. Me këtë rast, urimet për besimtarët musliman përcollen edhe përfaqësues të pushtetit lokal, të politikës dhe të institucioneve fetare. Urojmë sot gjithë besimtarët musliman, gëzuar e përshëndjet Fitër Bajramin, paqja, mirësia dhe begatia qoftë në sofrat tuaja familjare çdo ditë. Zoti e mundsoft agjërimin edhe pranimin e lutjeve për gjithë besimtarët musliman për shumë vite. Edhe në emër të bashkisë, uroj të gjithë besimtarët musliman i gëzuar e përshëndjet Fitër Bajramin. E bashkë me urimet që i bëm, shprehim të gjithë mirënjohjen për gjithë periudhën e bukur të Ramazanit që kaloi në paqe, dashuri, që të gjitha lutjet, kërkesat e shpirtit që i keni drejtuar Zotit, t'ju plotësohen e t'ju shoqërojnë për çdo ditë e jetës tuaj. Uroj tanë besimtarët musliman kudo që janë gëzuar festën e Fitër Bajramit, për ata që kanë agjëruar ja u pranoi Zoti dhe paqe, harmoni e bekime për të tanë. Kam derin sot nga Shkodra, turoj gjithë besimtarët gëzuar, le të jetë kjo ditë e bekuar një fest paqe dhe dashurie, një ditë ku triumfon e mira dhe e vërteta për gjithë besimtarët dhe për gjithë shqiptarët. Faleminderit. I uroj gjithë besimtarëve musliman, kudo që ndodhen, gëzuar dhe përshëndjet Fitër Bajramin, marrësi dhe lumturi dhe begati paqen familjet e tyre. Gëzuar dhe gëzuar. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman Fitër Bajramin, gëzuar dhe përshëndjet. Qoftë një muaj paqet, lutjet për secilin nga ne. Gëzuar edhe një herë, përshëndetje. Urime me rastin e Fitër Bajramit përcolli edhe arqipeshvi Shkodrës Giovanni Peragjine, duke theksuar rëndësinë e bashkëtesës fetare, harmonisë dhe respektit mes komuniteteve. Në mënyrë të veçantë dëshiroj që këto feste që përjetojmë si Bajram edhe pak për ne festën e Pashkëve, të jetë në të vërtetë një nxitje për paqen, për të jetuar në paqe, duke menduar për këto vende ku akoma kam problemi, luftë, çdo ditë kemi nevojë që edhe ne në vendin tonë mund të punojmë, bashkëpunojmë për të ndërtuar një shoqëri në paqe, një shoqëri në solidaritet, në mes nesh të jemi në të vërtetë në paqe. Gjithashtu i pranishëm për të uruar Bajramin ishte edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi së bashku me futbollistët. Është kënaqësi sa e veçantë, kena ardhur me ftenia me uru festën e Fitër Bajramit. Vllaznia është më shumë se një ekip, është një familje, është emblemi i këtij qytetit. Kështu që i urojmë gjithë besimtarëve musliman gëzuar festën e Fitër Bajramit. Në atmosferë festive dhe vëllazërore, të pranishmit shkëmbyen urime për më shumë paqe, shëndet dhe begati në çdo familje.